Mbi 250 qytetarë kanë shprehur interes për të përfshirë në paketën e maleve në territorin e Bashkisë së Elbasanit, një proces që synon nxitjen e investimeve dhe zhvillimin e qëndrueshëm të zonave malore. Të dhënat janë bërë publike nga Shpëtim Çullaj, drejtori i përgjithshëm i politikave pyjore dhe bujqësore në Bashkinë e Elbasanit. Bashkia e Elbasanit ka shpallur 4 zona prioritare për zhvillim: Funari, Gjineri, Shushica dhe Tregani. Bashkia e Elbasan ka qenë ndër të parat bashki në Republikën e Shqipërisë, e cila ka përcaktuar zonave zhvillime në Bashkinë e Elbasan. Dhe Bashkia e Elbasan ka diku 4 zona, ka zonën e Gjinerit, Funarin, Treganin dhe Shushicën. Shpreha e interesit fillimisht ka qenë e madhe, diku të mbi 250 qytetarë kanë shprehur interesin për qenë pjesë e paketës malës. Tani janë hapur dhe aplikimet për paketën e maleve, të cilët ka interes të shtuar, dhe tani janë të hapur aplikimet akoma dhe vazhdojnë. Sipas zotit Çullaj, zonat që kanë regjistruar numrin më të lartë të aplikimeve janë Gjineri dhe Funari. Aplikantët kanë shfaqur interes të investojnë kryesisht në agroturizëm, ndërsa më pak në energji të gjelbër dhe bletari. Interesi më i lartë ka qenë në zonën e Gjinerit dhe Funarit aktualisht. Edhe në Tregan më pak, në Shushicë më pak. Po në këto zona ka qenë, duke qenë edhe këto që zona janë prioritet apo shihen nga qytetarët si zona më të favorshme për të zhvilluar pronat e tyre, të cilat ata i posedojnë. Më shumë shohim për agroturizëm kanë aplikuar më shumë, ka dhe për energji gjelbër apo blegtori, po më pak. Më shumë ka pas agroturizëm. Po, ka pas shprehje interesi edhe në zona të tjera, të cilët ne si Bashkia e Elbasan po punojnë për të zgjeruar këto zona, që mos qëndrojnë vetëm në 4 zona, po dhe qytetarët që janë poseduesë pronare në zona të tjera të jepën mundësia që të aplikojnë dhe të zhvillohen këto zona. Për paketën e maleve mund të aplikojë çdo qytetar që ka në përdorim tokë në zonat e përcaktuara si prioritare. Deri në përfundim të këtij procesi, Bashkia e Elbasanit synon të shpallë fituese të paktën 50 projekte, duke ndikuar në zhvillimin ekonomik lokal, rritjen e turizmit malor dhe forcimin e qëndrueshmërisë të këtyre zonave.